së thjeshtë ose brenda natyrës së tyre shprehimore, krijojnë atë natyrshmërinë e shprehjes. Prandaj dhe jo më kot e bëra pikërisht pyetjen për vargun e rimuar, sepse edhe nga shija ime si lexues ose nga shija e çdo lexuesi, kjo natyrshmëri dhe ky origjinalitet ndoshta nuk vjen me vargun e lirë. I dehur mbrëm vonë u ktheva, gotën se kisha lëshuar nga dora. Atje ishe ti, më e ëmbël severa, emrin më beso, askujt s'ja tregova. Pra, duket sikur është një ligjërim, një bashkëbisedim i ngrohtë, por që në një nivel tjetër ky është ngritur në formën artistike, ngritur në art. Për poetin, unë mendoj që nuk ka rëndësi, ose nuk është i vështirë thurja vargu, është motivi. Nëse është motivi, frymëzues, nëse është lënda, për ta mbrojtur atë, për ta endur atë në të zgjaun e muzës, është më lehtë. Puna është kush e gjen motivin. Bile unë tek një libër me lirika kam një afërsisht një poezi tillë kur them kur endja një motiv në të zgjaun e muzës, lëmsh me bëri fijet një flutër e bukur. Ishte motivi që lind vargun. Nuk është detyrë poezia që të vendos sonte unë, shiko se sonte kam kohë të lirë, e do shkruaj nga 5 apo 6 poezi. Absolutisht, mund të rri dhe 5-6 muaj pa shkruar një varg, po kur ajo vjen, kur motivi të gacmon, të gric, atëre është impulsi i bën që